Blogeria e njohur Rizarta Hoxha është vënë në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale pas një momenti të ndodhur në emisionin e Diell. Gjatë bisedës në studio, gazetari Bledmane e pyeti se kush është presidenti aktual i Shqipërisë. Përgjigjja e Rizartës ishte menjëhershme. Ilir Meta që është në burg, një deklaratë që shkaktoi të qeshura në studio, por njëkohësisht u shpërnda me shpejtësi në internet duke u bërë temë diskutimit publik. Pas përhapjes së videos, reagimet në rrjetet sociale nuk kanë munguar. Shumë prej tyre e morën si batutë të pavetdijshme, ndërsa të tjerë e kritikuan ashpër për mungesë informacioni mbi realitetin politik në vend. Duke mos e lënë pa koment, Rizarta reagoi përmes një postimi në Instastory. Në shënimin e saj ajo shkroi: "Nuk ja kam thënë askujt këtë gjë më parë, por kam gënjur kur kam thënë se nuk do të hiqa kurrë dorë nga Shqipëria." Ky reagim tregoi se momenti viral dhe sidomos komentet negative e kishin prekur në aspektin emocional, duke bërë që të hapet edhe një debat mbi presionin që krijohet tek personazhet publike nga rrjetet sociale. Në fillim, situata u mor si një moment humori i padëmshëm, por shpejt rrjetet sociale e kthyen në një çështje më të madhe, duke bërë emrin e Rizartës të përflitet kudo. Shumë përdorues nisën ta ironizojnë, ndërsa të tjerë mbrojtën duke theksuar se kushdo mund të gabojë në një moment spontan para kamerave.